Ti takojnë vetëm Allahut, krijuesit të gjitha botrave, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin për njerin më të dashur, për mësuesin e njerëzimit, për Muhammedin alayhis salam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për ata besimtarë të cilët e përsjelljin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Xhamati i dashur, sot është java, është xumaja e parë, pra në javën e parë të muajit të Ramazan. E lutim Allahun e Manushëm që këtë ditë e pranon nga ne për çdo ibadet dhe çdo vepër të mirë që e bëjmë, inshallah. Lutim Zotin që duat e tona të pranohen dhe që agjërimi jon dhe çdo vepër jone e mirë inshallah të jetë në peshorën e veprave tona të mira. E lutim Allahun e Manushëm që të sëmurët tanë të i shëron, të vdekurit tanë të i mëshiron, atyre të aban varret një kopsh nga kopshtet e xhennetit. E lutim Zotin neve të na mbron nga azabi i varrit, të na mbron nga borxhet dhe mbi të gjitha. Xhamat, lutim Allahun e Manushëm që fjala jone e fundit e dalë prej kësaj bote me u kanë duke e thonë me bindje e me zemër la ilaha illa Allah Muhammedun Rasulullah, amin. Xhamat i dashur, si zakonisht pra jeta e besimtarit është gjithmonë në luftë, në rezistencë, është gjithmonë në përpjekje dhe në mund. Përderisa ti edhe unë pra bëjna vepra të mira, ajo çfarë është rezistente ndaj neve është vepra e keqe, mendimet e këqija, mëkatet e kështu me radhë. Prandaj kur përmendim njerin e mirë, edhe besimtarin, edhe kur përmendim pal anën tjetër pra mëkatet, nuk aludojmë xhamat se ne që kemi ardhur në xhami jemi të përsosur, ne që kemi ardhur në xhami jemi pa gjunahe, apo e kundërta e asaj. Çfarë thojnë të tjerët? Këta që shkojnë në xhami janë gjunaçar, e shkojnë me i la gjunat. Jo xhamat, kështu ata e kanë gabim. Na vinë në xhami sepse na kemi nevojë pra për Zotin ton, për krijuesin ton. Prandaj kur përmendet si shprehje mëkati xhamat, njeriu nuk ka qenë e përsosur, por gjithmonë në ballafaqohemi me sfida, gjithmonë ballafaqohemi me peripeci, mëkate dhe mundësi për të mëkatu. Mëkati në esencë xhamat është i vjetër sa është edhe vetë njeriu. Aludohet pra me njerin e parë Ademin alayhis salam. Prandaj neve na shoqërojnë mëkatet deri në frimën e fundit. Është e pamundur që njeri mos gaboj, e nëse nuk do të gabonte, ai do të ishte i përsosur. E përsosshmëria i takon vetëm Allahut e Manushëm. Se njeri është shenje e dobët, e vërteton edhe vetë Allahu i Manushëm në librin e tij Fisnik. Ai ka thonë pra për neve, njeriu është i krijuar si qenie e dobët. Njeriu është i krijuar si qenie e dobët. Ajet kuranor. Prandaj xhamat, jemi krijesë që në tishmërinë e tonë e kemi gabimin. Prandaj nuk është njerëzore të mos gabohet, përkundrazi, të gabohet është njerëzore. Por çfarë nuk është njerëzore xhamat? Nuk është jo njerëzore të vazhdohet me gjunahe. Kështu duhet të kuptohet xhamat. Edhe njerë po e përsëris këtë fjali. Me që jemi krijesë që në tishmërinë tonë kemi gabimin, nuk është njerëzore të mos gabohet. Nuk është njerëzore të mos gabohet. Përkundrazi të gabohet është njerëzore, por ajo që nuk është njerëzore është të vazhdohet me gabime. E pejgamberi jon alayhis salam ka thonë, secili nga bijtë e Ademit është gabimtar, e më të mirët e gabimtarve janë ata që pendohen. Atëherë si shprehje xhamat, mëkati apo dhëmb që i thuhet për gjuhën arabe, përmendet në librin Fisnik 39 herë në 27 suret e Kur'anit. Çka konsiderohet mëkat? Çdo veprim që është në kundërshtim me ligjin e Allahut e që për të pason dënim, pavarësisht ai dënim a ekzekutohet në këtë dunja apo në botën tjetër. Sipas juristëve islam, që vepra të konsiderohet mëkat kush zohet me di kushte pra, themeltare të cilët janë: t'jetë i mirë psikikisht,
edhe e dita të jetë moshërritur. Konsiderohet mëkat ai i cili janë psikikisht mirë, që janë bazë esencë, edhe e dita kushti tjetër është të jetë i moshërritur. Kemi ardhur në xhamat në këtë dunja me urdhna edhe me ndalesa. Prandaj kemi urdhën në veprim. Do të thotë konsiderohet mëkat mos falja e namazit, mos agjerimi e tjera. Dhe urdhna për ndalim, alkoholi, përgojimi, prostitucioni e kështu me radhë. Me rëndësi është ta dim në xhamat se mëkati pas mëkatit e shpijen besimtarin për mëkatet më të mëdha. E na duhet jemi shumë kujdesshëm në xhamat që mos ta pranojmë veten tonë apo mos adaptohemi me mëkate, me thonë unë po baj gjunoje dhe sen nuk po ndodh mua në këtë dunjë. Pas gabimit besimtari xhamat duhet ta pranoj e jo ta arsjetoj mëkatin. Kjo është modestia e çdo besimtari, kështu duhet të jetë. Ai duhet ta pranoj mëkatin e jo ta arsjetoj gjithmonë mëkatin e vet. Dhe më njëherë pra të marrë masa për shlirjen e tij. Ka njerëz xhamat që i nënvlerësojnë mëkatet e tyre dhe ne duhet kemi kujdes pra që kemi frikë nga ngrumbullimi i mëkateve, edhe nëse ato janë të vogla, sepse me kalimin e kohës mëkatet e vogla njëra pas tjetrës ban të rënda nesër në peshorën e veprave kur do dalë me dhënë llogari para Zotit të Madhnueshëm. Me një hadith ka thonë pejgamberi jon alayhis salam, vërtet besimtari si qert mëkatin e tij e sheh sikur të qëndroj në një kodër, në një shkëmb. Dhe frigohet që ajo kodër apo shkëmb të bie mbi të. Kështu e sheh për besimtari, sikur rri dikon me një shkëmb edhe tutesh se po të be. E sheh kështu mëkatin xhamat. Ndërsa i degeneruari, ai i cili është mësuar me mëkatet vogla apo të mëdha, mëkatin e sheh si një mizë e cila është ndalë në hundën e tij. Kështu e ka përkufizuar pejgamberi jon alayhis salam. E me një transmetim përmendet, thot edhe ai pra e mendon mëkatin sikur ai kur do me largu mizën nga hunda e tij. Këtu ka dallimi mes teje që je besimtar i mirë dhe e sheh mëkatin shumë të rrezikshëm sikur të bie një kodër mbi ti. Prandaj xhamat, na duhet të jemi shumë kujdesshëm që sa do të jetë gjunahi apo mëkati, nuk është e udhës ta përmendim dhe të lavdërohemi para njerëzve e të krenohemi. Për fat keq, ka të cilët kur bajnë mëkate, ata krenohen për mëkatimet e tyre. Me një hadith, pejgamberi jon alayhis salam ka thonë kështu: tër ummeti im është i falur, përveç atyre që veprojnë haptazi. Ai bën një vepër gjatë natës, pastaj kur zgjohet në mëngjes, pasi që Allahu e kishte mbuluar, pra nuk ja ka zbulu atij mëkatin që ka bërë, ai i thot të qerëve: o filan, unë mbrëm e bëra këtë mëkat e këtë mëkat. Pra Zoti në fillim thot pejgamberi jon alayhis salam, thot se i tër ummeti im është i falur, përveç atyre që mëkatojnë haptas. Ka bën një mëkat natën, ndërkaq Zoti ja ka mbulu, pra nuk ja ka zbulu mëkatin, edhe ai kur çohet në mëngjes, takimin e parë që e ka me shokun e tij, i lavdërohet për mëkatin e mbrëmshëm. Prandaj na duhet të jemi të kujdesshëm në xhamat, edhe në këtë rast duhet ta përmendi si një lloj sekuencë se ka të cilët kur pendohen edhe më nuk ju kthehen mëkateve, ata i përmendin. Ju themi atyre xhamat, nuk është mirë me kujtu pra të kaluarën edhe pse je pendu. Nuk është nga edukata, me thonë, unë kam bon filan gjunojnë, ama nuk jam ka e bajnë. Në rregull na po të besojna dhe je pendu, inshallah ti edhe mua dhe Zoti gjithve na ka falë. Mirë, po nuk është nga edukata
me përmend pa të gabim që e ki bo, edhe pse nuk e përsërit më. Apo, kur të lutemi në të Zotin xhamat, kur jemi të mëkati, nuk është nga edukata me e definu cilin mëkat e kemi ba dhe pastaj Zotit t'i kërkojmë falje. Po thjesht, thue o Zot, kërkoj falje për gabimet e për mëkatet e mia që i kam bo. Edhe pse Zoti është në dijeni, në detaje çfarë do që kemi bo xhamat, por nga edukata nuk i përmendet pra në lutjet e tona llojin e mëkatit apo me përkufizu në detaje çfarë ke bo në atë moment. Ajo çfarë është më e keqe xhamat, e njollos zemrën, e ndryshon shijen dhe e hum kënaqësinë e adhurimit dhe mbërësiren që e përjeton pra një besimtar përderisa bën mëkate. Ka një fjali që ka thënë Ibn Abasi. Thotë vepra e mirë shkakton dritë në zemër. Ibn Abasi kështu ka thënë, pra gjali Abasit, ku themi Ibn Abasi, Abdullahu ka thënë kështu. Vepra e mirë shkakton dritë në zemër, shkëlqim në fytyrë, djerësi në risk dhe dashuri në zemrët e njerëzve. Ndërkaq, vepra e keqe shkakton errësirë në zemër, nxirrje të fytyrës, dobësim të trupit dhe urrëtie në zemrët e njerëzve. Kjo është shumë e qartë xhamat, kjo është shumë e qartë, përderisa runa Zot je në mëkat pas mëkati, kemi errësirë në fytyrën tonë, nuk kemi shkëlqimin që e dojnë pra njerëzit, por kemi edhe urrëtie nga ana e njerëzve. Mos pyet pse më urrejnë mua njerëzit, shkaktar janë mëkatet të cilat je duke i bën. Po pyetja tjetër, pse të dojnë njerëzit për një arsye xhamat, për shkak të veprave të mira, Zoti pra lëshon dashurinë e njerëzve të tjerë për me desh për aty. Gjënoj xhamat shkakton edhe përçarje edhe grindje. Mund tjetë pra shkak, përderisa dy veta, dy familje, kanë qenë të lidhur angusht, kanë pas respekt të ndërsi dhe ata janë ndesh mes vete, një mëkat i tillë mund tjetë pengesë për prishjen familjare. Mund tjetë për një mëkati që për mu prish shoqëria me vite që janë konë pra mes vete. A kemi argument për këta? Po kemi. Ka thonë pejgamberi jon alayhis salam, pasha ka bon be pejgamberi jon alayhis salam pra që shpirti i Muhamedit është në dorën e tij. Do të thotë në dorën e Allahut, nuk janë dashur di njerëz mes vete e pastaj që ata të jenë përçar. Vetëm se për shkak të ndonjë mëkati, ai që e ka bën njëri prej tyre. Kështu betohet pra pejgamberi jon alayhis salam. Betohet në Allahun që thot shpirti im është në dorën e tij. Nuk janë nda dy veta për shkak të një mëkati që e ka bën njëri prej tyre. Mëkati xhamat apo gjunahi çish dush thuj pengon edhe arritjen e diturisë. Sepse përmendet një thënie të një dietari i cili ka thënë dituria është dritë, kurse mëkati është errësirë. Prandaj, sa më e madhe të jetë errësira, aq më e zbet është drita apo është dituria. Këtë rast xhamat, njeriu i cili vazhdon pra për të bërë mëkate, ka komplikime e ka vështërsi pra në jetën e tij. Humbje të bereqetit, humbje të turpit, dhe ki njeri pra nuk është i mirëseardhur në vendin e tij. Atëherë rinë pyetja xhamat, si mundem na të asgjësojmë mëkatet e tona? Pika e parë kanë përmend dietarët, kanë thonë kështu duaja. Ngritja e duarve lart nga qielli, duke mendu pra xhamat se Allahu e dëgjon dhe e sheh pikëllimin tanë që kite në zemrën tonë. Me sinceritetin më të madh i lutës Zotit për pranimin e mëkatit tanë. Dhe sa e bukur xhamat, dhe sa e mira është ajo pozitë kur ti edhe unë pra
me trupin tonë na që kemi, bim pra në sejdë dhe ti je më së afërmi Allahut vetëm në këtë rast. Ka thënë me një hadith pejgamberi jon alayhis salam, njeriu më së afërmi Allahut është kur të jetë pra në sejdë, andaj shpeshtojeni atë dua në ta. Njeriu më së afërmi Allahut është pra kur në sejdë, ka thënë shpeshtojeni duat pra kur i bani. E dita asgjësimi mëkateve xhamat përpjekja. Mos mendo se braktisja e mëkateve bëhet pra për një ditë apo për një natë. Ajo pra ka nevojë për durim, qëndrueshmëri edhe mund. Kuptohet se përpjekja jote edhe mundi gjithmonë është i lidhur me sinqeritetin. Sa më i madh për sinqeriteti, jemi aq më afër fshirjes të gjunave tona. Njohja e pasojave të mëkateve është shumë me rëndësi me ditë xhamat se herë që njeriu i kupton pasojat e mëkateve, është më afër largimit të mëkateve. Kur e kupton çfarë pasoja muj me pas në jetën time, njeriu më i vetëdijshëm është për të larguar prej mëkateve. Një pikë tjetër që është mirë me përmend xhamat, kujdesi nga shoku i keq. Derisa na kemi dëshirën largohemi nga mëkatet e tona xhamat. Është shumë me rëndësi me pas kujdes nga shoku i keq. Sepse shoku i keq përkundër dëshirës tande për mu largu nga mëkatet, ka mu bo sebeb deshte apo zdeshte me një farë mënyre mu kanë pjesë e mëkatit. Ka thonë me një hadith pejgamberi jon alayhis salam, njeriu është në fejën e shokut të vet, andaj shikoni se më ka lidheni me shoqëri. Njeriu, ka thonë, është në fejën e shokut vet, andaj le të shikon pra me ka ai po shoqërohet. Dhe tani xhamat, besoj se ka nevojë për me sqaruar një spjegim për me dhonë këto kur bëhet fjalë për shokun e keq. Kështu si shpreje, ndoshta në dëgjim të parë, është shumë e keqe. A duhet na të izolohemi plotësisht për një antarit familjes, për një që e kemi në lagje, në Mekë apo dika, dhe ata ta lajmë edhe më tepër ai të fundoset në gjunahe. Nuk është e udhës xhamat që të izolohemi nga ai edhe familjarisht, as në darsëm, as në deke, as kur kun heq, për shkak njeriut që bën për mëkate. E jona është pra mu mundu që atë pra na taftojmë dhe të bëhemi sebeb që ai të largohet nga mëkatet. Është një pikë që du ta përmendë xhamat. Mos harro se përkundër mëkateve që i ka ai besimtar, ai miku yt, shoku, çfarë do që mundesh me pas, unë them përsëri ai njeri është përsëri njeri i mirë. Përderi sa i beson në Zotin xhamat, përderi sa i thot la ilaha illallah, përderi sa i thot Muhammedun Rasulullah, përderi sa i ka familje, edhe ka sinu për me pas fëmijë e mu kujdes për ta, përderi sa i ka një vëlla të mirë, e ka një kojshi të mirë, krejt që to shkaqe xhamat, japin atë elementin pozitiv se përsëri ki mundet më konë njëri i mirë. Edhe është nga edukata, ati me ja përmend një vepër të mirë ai që e ban zakonisht. Dikun pra e ban një vepër të mirë, është mirë me ja përmend xhamat ati. Po pastaj, ati duhet me ja rikujtu për shembull prindin që e ka pas. Mi thonë, prindi jot i till ka qenë dhe ka bo vepra të mira. Dhe besojmë dhe shpresojmë inshallah që Zoti ta zbret pra mëshirën të ai njeri, e t'i azbuz zemrën ati dhe ai gradualisht pra të largohet nga mëkatet. Prandaj nuk është e rrugës që plotësisht na të largohemi nga ai, se ai pra ka bo gjunahe, ka bo një gjuna dhe na nuk kemi me ta raportet mira. Përkundrazi pra, ata duhet me thirr për Bajram, me shku për Bajram, e me thirr niftar, e me thirr ai niftar. Kështu mendoj xhamat, e inshallah sjelljet e tua të mira kanë më kanë sebeb që ai pra të pajtohet
me situatën me cilën ai mundet më kon gabim. Një nga shkaqet që e azësojnë mëkatin as xhamat për kujtimi i befasisë së vdekjes. Vdekja xhamat vjen pra befasisht. Allahu në Kur'anin e Kerim ka thonë kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo shpirt ka për ta shiju vdekjen. Dhe mendoje pra runa Zot me të kap vdekja me një vend jo të mirë. Me të kap vdekja duke bën mëkate. Dhe çfarë do të jetë pastaj? Po për ti sigurisht, komu kanë pra e keqe e madhe, por çfarë do të jetë xhamat për anëtarët e familjes, për gruan dhe për fëmijët edhe për familjarët në përgjithësi. Do të jetë një imazh jo i mirë përderisa runa Zot na ndodh pra na vije vdekja duke bën mëkate. Pastaj paramendoje veten i vdekur xhamat. E njeve kur do të na bartin bisupe me ta butin edhe pastaj lind pyetja xhamat, e ku është fuqia jote, ku është ajo mendje madhësia, e ku është ajo çfarë je krenuar unë Zot me gjitha ato mëkate. Edhe me mendu veten dhe neve na bartin në drejt varrezave. Dhe për ta mendu veten pastaj veten tonë pra në varr. Ati neve kur do të na lishojnë anëtarët e familjeve tonë. Pastaj më ata që i kemi desh shumë xhamat, e vladin ton, e një shok, e një mik, e neve ata nuk na shoqërojnë neve xhamat. Ata kanë për të largu edhe kanë për të na lënë neve vet. E kush na shoqëron neve xhamat? Na shoqëron neve siç ka thënë pejgamberi jon alayhis salam, veprat e tona të mira ti neve na shoqërojnë. Edhe kjo analizë përderisa ne dëgjojmë, edhe unë e flas para juve xhamat, me mendu vetën befasisht vdekja me narë, me mendu vetën duke na bart neve drejt varrezave dhe për ta mendu pra vetën në varë. Asgjësimi mëkateve xhamat mund të vije pra edhe dalja jonë para Allahut. Ktu ka më konë xhamat ajo skena më rëndëqethëse, skena më e vështirë kur do të dalim para Allahut. Çfarë do të jetë, para çfarë do të jetë gjendja jona kur dalim para Zotit. A dini xhamat, Hazreti Omeri sa ka qenë njëri i mirë, i përgëzum pranës Zotit që ishte dunja xhenetli, përsëri e ka mendu veten si do të dalë nesër para Zotit. E na kur e mendojna që këtë sen xhamat, dalja jonë para Allah, kur atë dite pra nuk ban dobi as pasuria e as pozita, e nuk ban dobi as një send hiç kur zho, se cili pra ka me mendu dhe ka me këshirë halin e vetë xhamat. Edhe ai prindi i cili neve shumë në ka dasht, ai prindi i cili ka qenë në gjendje gjithë shka me dhonë për neve xhamat, mos harrose, po ai prind, ka me thonë vetja ime. Edhe vllau me vllaun, edhe shoku me shokun, kush se cili pra ka me mendu halin e vetë. Prandaj, këto janë ato skena të cilën na duhet i mendojmë në asgjësimin inshallah të mëkateve tona. Shtoje istighfarin dhe pendimin. Përderisa përmendim istighfarin dhe pendimin xhamat, nuk kemi për qëllim se tani mo na jemi të pagabushëm përderisa na kërkojmë istighfar, i kërkojmë pra falje Allahut. Ka një hadith ku pejgamberi jon alayhis salam e ka përmend istighfarin, ku ka thonë se në kuptim po e them, nëse ju do të banit gabime, nëse ju nuk do të banit gabime, përsëri Allahu do të sjellte një popull tjetër i cili do të bante gabime dhe do të vazhdonte jetën. Dhe tani kjo nuk e ka kuptimin që tamam ti je ke boj istighfar, je pendu, edhe mo duhet izolohet. Absolut. Ti duhesh me vepru e me punu xhamat sa ma shumë që punon, normal se kemi edhe lëshime edhe gabime. Kjo i jap kuptim jetës tonë xhamat. Jo unë me thonë kam boj istighfar, o Zot kërkoj falje, edhe me lanë punën, me lanë obligimet tona familjare, gjitha me lanë se
unë jam kam bajnë istighfar edhe nuk duhet më përzi pra me njerëzit. E kanë vetë Hasan al-Basriu në xhamat, kanë thonë kështu, a nuk kanë shmarrë për neve që të pendohemi, që të pendohemi tek Allahu e pastaj të i kthehemi mëkatit. E pastaj përsëri pra të pendohemi e përsëri pra të i kthehemi në mëkatit. Ashtë përgjigj Hasan al-Basriu duke thonë, kishte pasur dëshirë shejtani që t'ju fiton për në këtë mënyrë. Për këtë arsye ka thonë, ju mos e mërzitni asnjëherë prej istighfarit. S'ka arsye mu mërzit prej istighfarit me thonë, o Zot, unë kam bë mëkate, u pendova e përsëri bane mëkate e u pendova. Kështu do të dëshiron të pra shejtani. Pse? Do të dëshiron të shejtani xhamat që na të largohemi prej istighfarit, të largohemi prej pendimit, edhe në këtë mënyrë pse duhesh me vazhdu mëkate se ja pa mundur me i kërku pra falje Zotit. Përkundrazi xhamat, edhe atëherë kur bën një mëkat, pendohu, ama mos u izolon nga jeta e kësaj bote. Ti mundohu me bo vepra të mira, e këto vepra të mira inshallah kanë më konë sebeb që Zoti të azhëson mëkatet e tua. Pastaj veprat e mira dhe vullnetare. Sadakaja e fjala e mirë, namazi prej namazit, xhumaja prej xhumas, Ramazani prej Ramazani, siç thot pejgamberi jon alayhis salam, krejt këto janë shkaqe që vijnë deri te azgjësimi i mëkatit. Xhamat, du ta përmendi edhe një sen këto. Ke pa Allahu se si neve na drejtohet o robërit e mi. E sa hadithet kemi pejgamberit ton alayhis salam. Psa i neve na drejtohet o robërit e mi? A i neve na drejtohet o ju që një keni besuar. A ka të drejt Zoti neve me na thonë o ti mëkatar? Po ka drejt me na thonë, sepse Allahu është i pagabueshëm. A ka të drejt Zoti neve me na thonë o ti fukara? Po, sepse ne jemi të varfur në krahasim me pasurinë e pafundme dhe sundimin që ka pra Allahu. A ka të drejt Zoti neve me na thonë, me na drejtu në format ndryshme, o ti i pa ditur, sepse Zoti është shumë i ditur dhe deturia ti nuk merr fund asnjëherë. Përsëri Zoti nuk i përmend këto emra xhamat. Neve na thot o robërit e mi. Prandaj kjo thirrje që ban Zoti ndaj neve, të lë ti një shpresë e madhe se përkundër mëkateve që mundesh me i bë, përsëri pra kërkoj falje Allahut të Madhnueshëm. Prandaj xhamat, me që jemi në javën e parë, jemi në xhuman e parë të muajit të Ramazanit, ti edhe one, karshi argjërimit të cilin jemi duke e bë, namazin që jemi duke e fal, leximin e Kuranit, edhe sadakatën, edhe veprat mira, mos të harrojmë asnjëherë xhamat istighfarin dhe pendimin. Kjo le të jetë e cila neve na shoqëron xhamat, na shoqëron neve në jetën tonë pavarësisht në çfarë situate të jesh, sepse me kërku falje xhamat, Allahut nuk është patjetër me pas abdes, nuk është patjetër me u kthy ka kibla, nuk është patjetër ti me u kon në xhami. Në vendin ku do të jesh, me disa përjashtime kuptohet, ti kërkon për falje Allahut të Madhnueshëm, dhe serë që i kërkon Allahut falje të Madhnueshëm, mos harro se jemi afër Zotit. Zoti i pranon lutjet e tua, Zoti të jep shkëlqim në fytyrë. Njerëzit kanë për të me desh ti dhe në këtë mënyrë pra ti je i dashur tek Zoti, po gjithsesi ki mu kanë i dashur inshallah edhe te njerëzit. E lusim Allahun e Madhnueshëm xhamat që gabimet, lëshimet që i kemi bën gjatë jetës sonë Allahu të i falë burra. Allahu e bekoft atë ditë kur kemi lind. Allahu e bekoft jetën të cilën po jetojna. Allahu bekoft inshallah edhe vdekjen tonë. E dalshim inshallah para Allahut faqebar. Dalshim para Allahut me mëshirën e Tij, veprat e tona na çojnë deri te dera e xhenetit, e pastaj mëshira është ajo që e fut pra besimtarin në xhenet. Allahu gjithve na fal xhamat. Allahu inshallah e pranoft istighfarin ton, Allahu e pranoft namazin ton dhe agjërimin ton. Zoti gjithve na bëft mundur me dal me iman prej kësaj bote. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha.